Defekti që la Vlorën pa ujë të pishëm që nga data 25 dhjetor deri në 30 dhjetor të vitit 2025 nuk do të kaloj thjesht si një defekt. Burime konfidenciale nga Prokuroria dhe Policia e Vlorës bërë me dije se janë marrë kamerat e sigurisë të subjektit privati në të cilën ndodhi edhe defekti për të kqyrur nëse ka patur ndonjë ndërhyrje të jashtme që ka solli ndërprerjen dhe furnizimin e ujit të pishëm të gjithë qytetit të Vlorës. Ndërkohë, kamerat të cilët janë duke u parë nga ana e Policisë së Vlorës, disa ditë para se të ndodhte defekti deri në momentin në të cilën shpërtheu dhe tuba 1 mm. Gjithashtu, një burim konfidencial i Prokurorisë së Vlorës bëri me dije se ky problem po shikohet edhe nga ana e prokurorisë, nëse ka patur ndërhyrje apo nëse ka qenë thjesht një defekt. Megjithatë, hetimet do të vijojnë lidhur me atë çka qyteti mbeti pa ujë të pishëm. Defekti i rënd në tubacionin kryesor 1000 mm i cili la qytetin e Vlorës pa ujë të pishëm për 5 ditë me radhë nuk do të mbetet pa pasoja dhe nuk do të kalojë në heshtje nga institucionet përgjegjëse. Pasojat e ndërprerjes së furnizimit me ujë prekën mijëra familje, biznese dhe institucione publike, duke krijuar një situatë të papranueshme për një qytet turistik dhe qendër urbane si Vlora. Siç mësohet, organet ligjzbatuese kanë nisur veprimet e para procedurale lidhur me këtë ngjarje. Policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë të një subjekti privat pranë zonës ku ndodhe defekti për të dokumentuar me saktësi momentin, rrethanat dhe çdo element që mund të ndihmojë në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Këto pamje pritet t'i referohen prokurorisë. Burime nga policia dhe prokuroria bëjnë me dije se çështja pritet të regjistrohet zyrtarisht për hetim, ndërsa fokusi do të jetë jo vetëm te shkaku teknik i defektit, por dhe tek mënyra se si menaxhuar rjeti i ujësjellësit dhe përgjegjësitë institucionale për mirëmbajtjen e tij. Hetimi do të synojë të përcaktojë nëse defekti ka ardhur si pasojë e amortizimit të tubacionit, mungesës së investimeve, neglizhencës në mirëmbajtje apo faktorëve të tjerë që mund të kenë ndikuar drejt për drejt në këtë situatë. Ndërprerja e furnizimit me ujë për 5 ditë solli reagime të forta nga qytetarët, të cilët u përballen me vështirësi serioze në përditshmëri. Ky rast ka rikthyer në vëmendje problematikat e kahershme të rjetit të ujit të pishëm në Vlorë, ku amortizimi i tubacioneve dhe mungesa e investimeve të qëndrueshme kanë qenë shpesh objekt kritikash. Qytetarët kërkojnë transparencë, përgjegjësi dhe masa konkrete për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla që cënojnë drejt për drejt cilësinë e jetesës. Hetimet pritet të hedhin dritë mbi shkaqet reale të defektit dhe të përcaktojnë përgjegjësit kryesor, ndërsa institucionet përkatëse janë përballë detyrimit për të dhënë përgjigje të qarta dhe për të garantuar se furnizimi me ujë të pishëm në Vlorë nuk do të mbetet më peng i problemeve të përsëritura teknike dhe menaxheriale.